Komuna e Gostivarit është angazhuar që gjatë këtij viti të shënojë bumë projektesh të realizuara, të cilat synojnë që Gostivarit t'i japin kuptimin e plotë të një qyteti. Disa prej tyre kanë përfunduar, të tjerë janë në realizime sipër dhe një numër i konsiderueshëm pritet të fillojnë së shpejti. Ca të financuar nga qeveria e të tjerë që vijnë të planifikuara nga vetë komuna. Kështu njofton kryetari i Gostivarit Balbon Limani, i cili sot doli për të parë nga afër punimet që zhvillojnë në asfaltimin e një rruge në fshatin Zdunj. Sot erdhëm të shohim, dalim në inspektim, promovimi edhe një rrugën në fshatin Zdunj, prej në fillim deri në qendër fshatit dhe një segment tjetër. Kjo është një prej projekteve të cilat në vazhdimsi i promovojmë. Ditëve në vijim, ashtu siç kemi thënë, do të vazhdojnë edhe projekte tjera nga gjithë ato të cilat i kemi parapar deri tani edhe me projektet e qeverisë, por edhe me programin e komunës Gostivarit. Domethënë rruga e cila lidhte fshatin Zdunj me, le të themi, Gostivarin, ishte me të vërtetë rrugë e cila ishte shumë e dëmtuar dhe kishte nevojë që të rikonstruohet, dhe me këtë besoj që bashkëqytetarëve tanë të fshatit Zdunj do t'ju mundsojmë infrastrukturë të re, kualitative, me të cilën normal do të përmirësohet edhe jeta e tyre dhe komunikimi me qytetin. Banorët e Zdunjës tregojnë se për këtë projekt kanë pritur gjatë dhe falenderojnë kryetarin Limani që të njëjtin sot po e bën realitet. Një punë e cila ne si fshatar të fshatit Zdunj e kena kërkuar me vite. Dhe falemender kryetarit Balbon Limani, me ekipin e tij arriti qëllimin, e kaloi këtë projektin si disa projekte tjera dhe ja si shefni edhe vetë fillon punimet, shpresojmë së shpejti të përfundojnë, edhe ne një qetë të jemi më rehat për komunikimin që kemi lëvizjet që i bëjmë nga fshati, po jo sot fshati Zdunj, edhe fshatra tjerë si Raveni, Vurtoku, Reçani, se si e dini vetë edhe poshtë ka ngarkesë të komunikacionit dhe një pjesë më e madhe kalojnë nga fshati jonë.